Mirë se vini në këtë episod të Business Plus, ku sot do të flasim për mbrojtjen e të dhënave personale. Shqipëria nga fillimi i këtij viti ka një kuadër të ri ligjor lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, ndërkohë që janë në diskutim aktet nënligjore të lidhura me të. Por cilat janë faktërisitë e këtij kuadri ligjor sa i takon mbrojtjes së të dhënave personale? E ftuara ime ditës së sotme është avokatja Denisa Dedej, e cila është specializuar posaçërisht në çështjet e mbrojtjes së të dhënave personale. Përshëndetje Nordila. Përshëndetje, faleminderit. Përpara se të kalojmë në çështje më specifike lidhur me kuadrin e ri ligjor, ndoshta mund të sqarojmë gjithsesi se çfarë është një dhënë personale, pra është vetëm emri, mbiemri, cilat janë ato kategori që ne i cilësojmë të dhënë personale. Një dhënë personale është çdo informacion që na ndihmon ne për të identifikuar në mënyrë direkte ose indirekte një person, një individ të caktuar. Kufizojmë vetëm tek emri dhe mbiemri në fakt, por ka të bëjë gjithashtu me numrin e telefonit, adresa, gjinia, vendodhja jon. Edhe nëse ne postojmë një foto në rrjetet sociale dhe kjo ka të bëjë me një të dhënë tonën personale, duke qenë se identifikon fytyrën tonë, imazhin tonë. Gjithashtu dhe zëri i regjistruar është një dhënë personale. Interesante kjo. Po. Në fakt, ka dhe të dhënat të tjera që mund të jenë të dhënat biometrike, shëndetësore. Pra është një grup i gjerë të dhënash. Po, është një gamë e gjerë informacionesh që cilësohen si të dhëna personale. Po. Atëherë, ne kemi një kuadër të ri ligjor, siç tham, që për mbrojtjen e të dhënave, i cili është i përafruar tërësisht me rregullorën e GDPR-n, pra të Bashkimit Evropian. Për dikoj që nuk është avokat, çfarë është kjo rregullore? GDPR-i ose rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së dhënave është një ligj i Bashkimit Evropian. U miratua në 2016 dhe hyri në fuqi në maj të 2018. GDPR-i, por gjithashtu dhe ligji jon vendas, trajton mbrojtjen e dhënave si një e drejtë themelore e individit dhe ndihmon shtetet dhe organizatat e Bashkimit Evropian që të trajtojnë të dhënat personale jo si një mall në thojza i lirshëm, por të ketë më siguri dhe më privatësi ndaj individëve. Duke pasur parasysh që jemi edhe në një epokë digjitale, kështu që normalisht merr një tjetër rëndësi. Në këtë epokë digjitale të dhënat personale janë konsideruar si minjera e artë sot për sot. Ka disa të dhëna që janë më sensitive. Cilat janë këto të dhëna, në rast se mund na japësh ndonjë shembull për t'i kuptuar? Po, patjetër, nga aspekti ligjor jo të gjithë të dhënat janë të njëjta. Të dhënat sensitive janë të dhënat e ndjeshme, janë një kategori e veçantë të dhënash që ka të bëjë me informacione shumë të rëndësishme të individëve. Në këto të dhëna bëjmë pjesë të dhënat shëndetësore, të dhënat biometrike, të dhënat gjinetike, bindjet politike, orientimi seksual e tjerë. Është një gamë e gjerë informacionesh në fakt që GDPR-i dhe po ashtu ligji jon për sa i përket mbrojtjes së dhënave garanton dhe kërkojnë masa shtesë teknike dhe organizative që këto të dhëna të mbrohen në mënyrën e duhur. Po, në mënyrën e duhur, duke qenë se vetë janë shumë delikate, shumë sensitive. Kur flasim për rregulloren, pra GDPR-in, çfarë garanton ose cilat janë të drejtat që ka një individ për të dhënat e tij, pra që të jetë i vetëdijshëm, se ne edhe vetë nuk i dimë domethënë se çfarë të drejtash kemi në përmbrojtjen e të dhënave tona. Po patjetër, sot ndajmë edhe pa vedije shumë të dhëna. Sot çdo klikim joni online lë gjurmë dhe ndonjëherë nuk e kuptojmë domethënë rëndësinë e të dhënave ose nëse këto të dhëna mbrohen apo jo me ligj. Është shumë e rëndësishme që të dimë cilat janë këto të drejta tona për sa i përket të dhënave. Në rastin konkret kemi të bëjmë me të drejtën për të kërkuar cilat dhëna përpunohen, për t'i fshirë këto të dhëna, nëse ne nuk duam që një platformë ose një organizat t'i përdori për të vazhduar për t'i përdorur më tej këto të dhëna. Patjetër kemi dhe të drejtën t'i korrigjojmë ato nëse këto të dhëna janë shkruar gabim
ose mund të kërkojmë që këto të dhëna të harrohen, domethënë të mos përdoren më fare. Domethënë ka një periudhë kohore të caktuar që ne mund ta kërkojmë ose që institucionet janë të autorizuar ta përdorin për shembull. Zakonisht GDPR-i jep një afat kohor tek 10 vite. Por në Shqipëri, domethënë ligji jon vendas përcakton që në momentin që nuk të duhen më këto të dhëna, atëherë është e mira që t'i fshish. Por pak a shumë si afat kohor janë 10 vite. Në shumë raste ne disa nga procedurat që i bëjmë online, domethënë dhe na kërkohet që edhe të klikojmë për të dhënë miratim domethënë për privatësinë tonë. Ju vetë klikoni këto, ja lexoni ndonjëherë politikat e privatësisë, domethënë. Atëherë jam e sinqert, më përpara nuk e bëja, do me thënë nuk isha shumë interesuar, por kohët e fundit, duke qenë se e njoh dhe mirë ligjin tashmë, mundohem të jem më e kujdesshme dhe kam filluar t'i lexoj politikat e privatësisë, por më tepër fokusohem tek pjesët kryesore, domethënë. Mund të jem sinqert, nuk e bëj domethënë, po do filloj ta bëj edhe pse shumë raste nuk e pa kuptueshme. Po, duhet të fillojmë ta bëjmë të gjithë në fakt, sepse duhet të kuptojmë cilat janë ato dhëna që organizatat ose platformat e ndryshme përpunojnë, për sa kohë i ruajnë, kush ka akses në këto dhëna dhe këto dhëna është e mira që edhe mos reklamohen në vende të ndryshme apo edhe mos keq përdoren pastaj ose të bien në duar të gabuara. Po përsa i takon bizneseve, sepse një pjesë e ligjit për të ri prek edhe bizneset, cilat janë ato risitë ose detyrimet që sjell për bizneset sa i takon mbrojtjes së të dhënave personale. Po, përsa i përket bizneseve të vogla, por edhe ato të mesme, në fakt, ka një mungesë ndërgjegjësimi përsa i përket këtij ligji dhe situata lë vërtet për të dëshiruar. Këto kategori biznesesh nuk kanë, le të themi, resurset e duhura dhe njohuritë e duhura për të përputhur me GDPR-in. Por nga ana tjetër kemi bizneset e kompanitë e mëdha që kanë dhe departamente të veçanta që jashtu, por edhe kujdese, agjenci të jashtme ose institucione të jashtme. Dhe kanë filluar të kenë një strukturë të mirëfill, domethënë përputhjeje me këtë ligj. Çfarë është regjistri i përpunimit të dhënave në fakt që është i parashtruar në ligj? Regjistri i përpunimit të dhënave është një detyrim ligjor për disa kategori kompanish. E ka detyrim në fakt e kanë detyrim kompanitë që kanë më shumë se 250 punonjës. Ky regjistër është si një provë ku çdo kompani duhet të shkruaj se cilat janë të dhënat që kompania vetë përpunon, mbledh, për sa kohë ruajnë këto të dhëna, kush ka akses në këto të dhëna, dhe masat teknike dhe organizative që një kompani duhet të ndërmarrë për mos keq përdorur këto dhëna. Ka një person përgjegjës pra që merret me këtë pjesën për... Po patjetër është DPO-ja ose përgjegjësi i mbrojtjes së dhënave. Është një person mund të jetë i brendshëm, por edhe i jashtë. Kjo është një strukturë e re që është shtuar me ligjin? Po, është një figurë e re që është shtuar me GDPR-in në fakt dhe me ligjin ton të ri. DPO-ja është një person, duhet të jetë i pavarur dhe jo në konflikt interesi, domethënë me përsa i përket kompanisë. Monitoron situatën, është si një ndërmjetës mes kompanisë dhe zyrës së komisionerit për mbrojtjen e dhënave. Çfarë ndodh në rast se një kompani i humbet të dhënat personale që mban ajo? Në fakt mund të ndodhi që një kompani mund të pësojë një sulm kibernetik ose një keqpërdorim ose defekt teknik. Në këtë rast ka detyrim ligjor të njoftoj brenda 72 orëve komisionerin për mbrojtjen e dhënave. Gjithashtu, nëse kemi të bëjmë dhe me një individ të caktuar në rastin, për shembull, nëse një bank pëson një sulm dhe vidhen të dhënat e llogarive bankare, në këtë rast
punonjësit e bankës kanë detyrim ligjor të njoftojnë dhe individin. Kjo i ndihmon për të ndryshuar për shembull fjalë kalimet ose për të bllokuar, minimizuar sa më shumë rrezikët. Po. A ke ndonjë këshill për shembull për individët për të ruajtur të dhënat e tyre personale, sepse duket sikur ne jemi pak indiferent për të dhënat personale që postojmë ose që ju japim akses? Në fakt në këtë epokë digjitale ndajmë shumë të dhëna edhe më shumë se ç'duhet, ç'është e vërteta, duke qenë se shumica e njerëzve përdorin shumë dhe rrjetet sociale, kështu që postojnë gjëra pafund. Këshilla ime do të ishte që të përdorin fjalë kalime të forta, mos të postojmë shumë gjëra në rrjete sociale, foto të miturve, për shembull, është lexojmë politikat e privatësisë, sikurse the. Dhe politikat është kjo edhe një këshill tjetër që do doja të jepja, të lexojmë sa më shumë dhe të informohemi sa më shumë për sa i përket të drejtave tona, sepse është patjetër një drejtë jona themelore. Përveç institucioneve private, pra bizneset, të dhëna përpunojnë edhe institucionet shtetërore në fakt. Ti si e sheh këtë qasjen, a kanë këto institucione të njëjtën qasje ose mbrojtje të dhënave një lloj si bizneset? Kanë filluar në fakt kohët e fundit, por situata nuk është shumë e mirë, le të themi. Nuk është perfekte. Nuk është perfekte, po, sepse ka në fakt shumë shkolla publike që publikojnë foto të miturve për t'i bërë publicitet shkollës, domethënë është një mënyrë promovimi, domethënë që kanë ato domethënë. Dhe pa marr në këtë rast miratimin e prindit, dhe kjo gjë shihet si një keqpërdorim i dhënave në fakt. Do na duhet pak kohë domethënë që të perfeksionohemi, duke qenë se tani kemi dhe ligjineri. Disa unë të falenderoj shumë për gjithçka që ndave sot me ne. Faleminderit ju. Bashkë do të shihemi në episodin tjetër.